U zhvillua në Universitetin Fanoli ceremonia zyrtare diplomimit të studentëve, dita akademike 2025. Mësohet se u diplomuan 773 studentë, prej të cilëve 60 në programet e Fakultetit të Bujqësisë, 217 në programet e Fakultetit të Ekonomisë, 184 në programet e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë dhe 312 në programet e Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane. Në këtë ceremoni u nderuan me medalje të artë 2 studente, 10 studentë u vlerësuan si studentë të shkëlqyer dhe me rezultate të larta, ndërsa mbi 160 studentë të tjerë shënuan emrat e tyre në librin e nderit të universitetit. Në fjalën e tij përshëndetse, rektori i UNICO, profesor doktor Lorenz Ekonomi, ndërsa uroi të gjithë studentët diplomat, u shpreh: "Ju falenderoj për praninë tuaj në këtë ditë të veçantë ku kremtojmë përmbylljen me sukses të një etape të rëndësishme në jetën tuaj akademike dhe personale. Ju shpreh urimet më të përzemërta të gjithë diplomuarve për vitin akademik 2024-2025." Kjo ditë shënon jo vetëm një përmbyllje, por edhe një fillim të ri. Pas një rrugë të mbushur me përpjekje, angazhim dhe sakrifica, sot festojmë jo vetëm një diplomë, por pjekurim tuaj si profesionist të rinj, të përgatitur për të dhënë kontributin tuaj në një botë që kërkon dije, integritet dhe aftësi. Diploma që merrni nuk është thjesht një dokument, ajo është një dëshmi e një formimi të plotë, të ndërtuar me përkushtim në bashkëpunim me stafin akademik të universitetit. Në këtë ceremoni u përcollën urimet më të mira për të gjithë studentët e diplomuar nga përfaqësues të pushtetit lokal, kryetari i Këshillit të Qarkut Korç, Petrika Tollkuçi dhe deputetja e Partisë Demokratike e Qarku Korç, profesore asociuar Dr. Ledina Alolli. Ceremonia u mbyll me betimin e Hipokratit të studentëve diplomantë të Departamentit të Infermierisë.